Sif Sotiri, një besimtar i devotshëm ortodoks nga fshati Mazhaj, qendra administrative Allkaj, Bashkia Lushnjë, ka ndërmarrë një akt bujarie të rrallë, duke dhuruar një sipërfaqe toke përpara kishës së Shën Dimitri, me qëllim që të shërbejë si një hapësirë parkimi për mjetet e besimtarëve. Kjo kishë frekuentohet çdo ditë nga banorët e zonës dhe ndodhet pranë varrezave, duke e bërë të nevojshme krijimin e një hapësire funksionale për komunitetin. Në një prononcim për mikrofonin e televizionit Apollon, Sifi u bëri thirrje të gjithë banorëve të fshatit që të kontribuojnë me mundësitë e tyre për mirëmbajtjen dhe vazhdimsinë e aktiviteteve fetare në Mazhaj. Ai theksoi rëndësinë që ka komuniteti dhe ruajtjen e vlerave shpirtërore në këtë zonë. Ky gjest solidariteti i Josifit është një shembull i qartë i lidhjes së ngushtë midis besimit, komunitetit dhe trashëgimisë shpirtërore që mbartin fshatrat shqiptar. Tani ne na ka lindur ideja me që kemi jetuar dhe jetojmë këtu në një kohë goxha të gjatë. Shikojmë ka një ndytje të mjeteve të makinave për fatkeqësinë dhe mirësitë që ka këtu kjo vend, kjo kishe jon që i bën me kontribut vullnetar. E pashtarësyeshme nga shpirti im, nga zemra ime, t'i adhuroj një pjesë tokës të kishës. Ju jeni besimtar ortodoks? Jam besimtar ortodoks dem babademave nga prindrit. E them që edhe rinia sot duhet të frymëzohet me besimin e fesë ortodokse. I bëj thirrje gjithë opinionit publik ortodoks që të kontribuojnë për ndërtesë fetare.